Të enjten pritet të bëhet varimi i 59 viktimave që humbën jetën nga tragedia e 16 marsit në klubin Puls në Koçan. Lamtumira e fundit t'u jepet viktimave në vendet të tyre të lindjes, por shumica janë nga Koçani. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se transportimi i trupave të pajetë do të bëhet në koordinim me familjet, nëse duan t'i transportojnë privatisht apo me organizim të shtetit. Unë kam informat se në mjekësinë ligjore kanë mbaruar të gjitha autopsitë dhe besoj se në mënyrë si kanë kërkuar familjet e atyre që kanë vdekur nga ky rast, privat apo do të ketë organizim prej shtetit në bazë të koordinimit me ato, ashtu do të veprojmë, tha Arben Taravari, ministër i Shëndetësisë. Në Koçan tashmë janë hapur varet, nga Kisha Ortodokse Maqedonase njoftuan se varimi pritet të bëhet në mesditë. Në mesditë në Shkup, praktikisht në Lisiqe dhe Butel, pritet të bëhet varimi edhe në pjesë të anëtarëve të grupit muzikor DNK, të cilët ishin në mesin e 59 viktimave. Ceremoni varimi nesër do të bëhet në Koçan, Shtip, Vinic, Zrnoc, Makedonska Kamenic, Qeshinov, Obleshev, Probishtip dhe në Shkup. Varimi pritet të bëhet me nderimet më të larta shtetërore.